Ndonse për menaxhimin e mbetjeve urbane, Bashkia e Durrësit dhe e dyta në vend për nga rëndësia, shpenzon jo pak, por 30% të buxhetit të përgjithshëm të saj, situata në teren është kjo. Të premten operatori Adrianet Televizion është fokusuar në 2 lagje të qytetit, ku problematika është e madhe. Gjithfar mbetjesh, nga ato urbane dhe ato të ngurta, janë sheshit. Kontenierët e mbetjeve dukshëm mbushen më shpejt dhe këtë e tregojnë pamjet që ato kanë këtë gjendje që në orët e para të ditës, çka tregon nevojën për një ndryshim të programit të pastrimit, por kjo dukshëm nuk ndodh. Në këto kushte, pamja që shfaqet është se mbetjet gjende rrugëve dhe menaxhimi i mbetjeve po dështon. Dhe ndërsa jemi zyrtarisht në stinën e pranverës, qyteti nuk ka as pak një pamje ripërtëritse, por të zy dhe kjo është situata. Si të mos mjaftonin problemet me mbetjet urbane, ka edhe kështu. Zvendësimi i mobiljeve bën që të vjetrat të përfundojnë në rrugë, si në këtë rast. Asnjë mas nuk merret as për shkelësit e ligjit, ndërkohë që asgjë nuk është bërë dhe për ndërgjegjësimin e qytetarëve, ndërsa dukshëm projekti për ndarjen e mbetjeve në burim ishte një zhgënjim. Pamjet e marra në lagje me numër 16 dhe 18 të Durrësit tregojnë se sa larg standardeve jemi në këtë çështje.